nuk janë për ta parë në tendencën që po na ikin. Jam për ta parë me tendencën nëse ikin, çfarë duhet bëjmë që t'i sjellim që ata të vinë para. Dhe e dyta janë për ta parë me qasjen që duhet të fillojmë të ndërtojmë mekanizmin pse ikin. Për t'i mësuar fëmijëve këngë të këndojnë, për t'i fëmuar, për të kërcyer brenda në shtëpi, s'ka nevojë të çosh ke kursit dancit që të krahasohen me të tjerët. Ti ke kaluar rinin tënde në vitet kur nuk kishin këto ditë që janë sot. Çfarë do merje nga ajo kohë dhe do ta sillje sot? Sepse të dashur prindër të rinj, ju e keni kaluar adoleshencën dhe ju mbani mend shumë mirë në vitet tuaj, në kujtimet e fëmijërisë, gjithçka. Tani keni vënë spaletat e prindit. Spaleta e prindit është një spaletë shumë e rëndë. E ftuara që kam sot është shumë e pranishme me këshillat e saj në jetën tonë, duke filluar që nga moshat e vogle deri tek ato të rriturat, e cila gjithmonë më shumë na këshillon dhe do të na drejtojë për jetën profesionale dhe atë sociale. Nora, unë të falenderoj shumë që je pjesë e këtij podcasti. Unë ju falenderoj shumë për ftesën që më keni bërë, ndonë se kam qenë pak skeptike këtë periudhë, se janë hapur shumë podcaste dhe e kuptoj dëshira për të komunikuar me dëgjuesin, sidomos me atë që është pa mosh, pra me gjithë grup moshat, është shumë e madhe dhe po shikohet që trendi nga media vizive po shkon drejt podcastit. Gjithsesi, mendoj që është shumë e rëndësishme që në podcastet që tashmë duhet të realizohen, duhet të jenë në qasje të tillë ku fokusi të jetë problematikat e përditshme, dhe nga ana tjetër nuk është se ne po japim receta, po secili nga ne jep një vizion, kurse për sa i përket fushës së studimeve ku unë mendoj që kam ekspertizën e mirë, mund të jap me kompetencë atë që mendoj që është gjëja më e mirë në gjitha alternativat e përzgjedhjes që mund të kenë të rinj, të moshuarit, e gjithë shoqëria jonë, pasi tashmë në tranzicionin e të zgjatur e kemi domosdoshmëri dhe nevojë që të bashkëbisedojmë me njëri tjetrin. Kështu që besoj Jona, ne të dyja do bëjmë një bashkëbisedim për nevojat, për shqetësimet dhe për natyrën që ju e keni ndërtuar këtë podcast, i cili në fund ditës do të shteroj disa nga problematikat e shoqërisë sonë. Edhe ky është qëllimi pse u krijuar ky podcast. Duam të japim fokus shoqërisë, sidomos të rinjve, që gjithkemi më shumë po e lënë Shqipërinë dhe po largohen. E një nga këto problematika dhe një nga arsyet që ato po largohen është pasi mbarojnë arsimin, ata zgjedhin ta zhvillojnë profesionin e tyre, ndoshta dhe jo profesionin e tyre jashtë vendit. Pse Shqipëria është bërë kaq e egër për profesionistët e rinj? Kam përshtypjen që Shqipëria nuk është e bërë egër për profesionistët e ri, por Shqipëria është bërë e pasigurt për gjithë shtresat e shoqërisë. Dhe këtu është pjesa më e dhimbshme që ne kërkojmë zgjidhje. Prandaj themi që na ka lodhur ky tranzicioni. Më kujtohet ka qenë një film shumë i bukur, Tranziti. Një film i luajtur nga Mel Gibson, i cili tregonte se si duhet shkonte në rrugtim dhe papritur shteti i tij pati një blackout dhe nuk mund të shkonte derisa të mbaronte lufta, po ndërkohë as dilte jashtë në New York, as e mbanin brenda dhe ai vuajti traumat e pasigurisë, të frikës, të urisë, derisa arriti që të përshtatet në këtë lloj situate, po përshtatja në këtë lloj situate ishte puna e asaj amebës që merr formën e enës, por nuk ka formën e saj. Ne tashmë jemi në një pozicion që nuk duhet jemi ameb pa formë. Duhet kemi një formatim që lidhet me rolet e shoqërisë edhe rolin e familjes. Po shikojmë që roli i familjes sa vete dhe zhbëhet. Po shikojmë që fëmijët nuk dinë këtë zgjedhin si modelin e prindërve të tyre, apo modelin e të fortëve, apo të atyre që pasurojnë shpejt. Po shikojmë që nuk arrim dot të konsumojmë me fëmijët biseda, dhe shpeshherë bisedat tona me fëmijët na ngelen si puna e një ushqimit që ti e ha shpejt si fast food, dhe të bie rënd në stomak, dhe pastaj prindërit ju tregojnë me gisht fëmijëve që ti e i gabuar, ndërkohë që fëmia thot po unë nuk kam gabim, u mbet vetë besimi, dhe kur u mbet vetë besimi, u mbet vetë vlerësimi. Fillojnë shfaqen ato që quhen problematika të shëndetit mendor, dhe pastaj sjelljet janë aq agresive sa që është krijuar kjo gjenerata Z, ku meshkujt e ditur
nuk janë cool, pra nuk janë të pranuar të pëlqyeshmit, janë meshkujt më pak të ditur të pëlqyeshmit, ata që janë më ekstravagant, ku marka e një robe përbën statusin kur në fakt nuk është ai statusi, kur gjenerata dua të mohojnë origjinën e tyre, që këtu fillojnë frika e parë e njeriut, dhe ku njerëzit shfaqen dhe i kanë vënë çmimin veten kaq milion vlej, ku ndërkohë nuk vlen as 10 qindarka apo 10 cent. Pra, midis realitetit të shfaqjes artificiale, midis markës fake ose falso, midis sjelljes falso, midis marrjes së ushqimit të fast foodit, midis mos ushqyerjes së shpirtit, të gjitha këto e kthen njeriu nga një qenie frymore në një qenie kauçuku dhe duket jo më si lule natyrale, po si lule artificiale, se dhe emocioni kthehet në interes, edhe pasioni kthehet në gryksi dhe raportet njerëzore nuk kanë më raporte njerëzore, po është paraja mekanizmi që drejton gjithçka. Kjo është frika dhe prandaj kur të rinj shkojnë përballen me studimet jashtë dhe me realitetet jashtë, e kuptojnë dhe psojnë një ndryshim shumë të madh në atë që quhet formimi i psikikës së tyre, dhe kuptojnë që deri tani kanë bërë një jetë midis realitetit dhe irreales, kanë imituar, por nuk janë realizuar dhe nuk janë markë origjinale. Pra të mos kesh markë origjinale si identitet, ndonë se vjen nga prindër të cilët të kanë bërë me bekim, me dëshirë, apo varet se si ke ardhur në këtë jetë, shumë e rëndësishme është që këtë mekanizëm të jetës tënde, pra këtë pasuri që je ti, që ta kanë dhuruar prindrit, se prindrit ne nuk i zgjedhim as shtetit, as ngjyrën, as llojin, ti duhet ta mirë menaxhosh, po puna është a janë të motivuar? Motivimi është vlera që lë për dëshiruar dhe që krijon probleme shumë të mëdha në mënyrën se cili është mentori i ti që do t'i udhërofej për të vazhduar jetën. Ndaj ata zgjedhin të përballen me botën e jashtme. Jo të gjithë e përballojnë, ka një pjesë që psojnë një krisje të jashtëzakonshme dhe mund të shfaqen dhe probleme mentale të forta. Kemi pasur dhe raste të goditjeve shumë të forta dhe prindërit pas janë penduar që i kanë çuar, ka nga ata që janë të gatshëm dhe duam ta pranojnë këtë gjë, ka nga ata që sfidojnë dhe thonë jo ne dorim këtu edhe do punojmë dhe do vazhdojmë një formim dhe më pas do të provojmë veten se si do shkojmë. Të gjitha opsionet janë shumë të mira. Puna është që guri rënd thot populli në vend vet. Gjithsesi, unë asesi nuk jam që të mos ta lejosh fëmijën të provojë një eksperiencë. Eksperienca është shumë e nevojshme dhe nuk jam për ta parë në tendencën që po na ikin. Jam për ta parë me tendencën nëse ikin, çfarë duhet bëjmë që t'i sjellim që ata të vinë para. Dhe e dyta jam për ta parë me qasjen që duhet të fillojmë të ndërtojmë mekanizmin pse ikin. Të analizojmë situatën dhe të kuptojmë që nuk është shkolla vetëm, po janë sigurit dhe jeta sociale që pothuajse është një jetë jo reale, pra është një shfrenim emocioni, po pa ngelur gjë brenda. Është si puna e një darke ku ti harbon, gëzon, pine të gjitha llojet e pijeve dhe të nesërmen ti ke dhimbje koke, nuk je i zoti, dhe ti e ke kuptuar që nuk ke çliruar atë që quhet energjia negative, pra ka humbur ajo që dikur bënim daljet në përpyje me prindrit, apo me të afërmit, apo edhe me miqt, ato që quheshin piknikun që e merr me bukë me vete, kemi haruar që të gatuajmë në shtëpi dhe ta marrim bukën nga shtëpia, e cila është shumë e shëndetshme, por ndërkohë të lidhet edhe me familjen. Dhe më kujtohet një herë një nga librat që më ka pëlqyer shumë pafund ka qenë i Leo Buscalias, dhe titullohet Autobusi për në Paris. Ja u rekomandoj ta blejnë dhe ta lexojnë, sidomos prindrit, kur tregonte raportet kur Leo, që ka qenë një nga pedagogët e vetëm në Los Angeles, në Universitetin e Los Angeles që bënte leksione për dashurinë dhe kishte pikërisht një kurrikul për dashurinë, thoshte kur unë shkuava në Amerikë, se origjina e tij ishte italiane, neve ishim emigrantë dhe na shikonin ashtu siç hera herë si paragjykojnë shqiptarët, shikonin italianët si mafioz në atë kohë. Dhe natyrisht nuk ishte e thjeshtë, ishte shumë e vështirë dhe më kujtohet tha gjë më mrekullueshme, se kështu ishte edhe një nëntitull i kapitullit Supa e nënës. Gjëja më e mrekullueshme ishte supa e darkës, ose ajo minestrone që thos italiani, që bënte nëna, e cila unë ndërkohë thoshte shkoja në shkollë, baba ishte makinist, punonte, nëna
qepte dhe pastronte dhe në darkë supa e ngrohtë na mblidhte rreth tavolinës dhe ne duke ngrënë supën, duke bërë dikush me një fokaçe, dikush me diçka tjetër, rrëfenim në një mënyrë, pra bënim një terapi në grup duke treguar çka kishim ta kaluar gjatë ditës. Dhe askush nuk ishte që thoshte, sa keq që ke bërë, ose pse se bëre këtë gjë, ose siç ndodh me prindërit që pse more këtë notë, ç'është kjo që ke bërë? Por shikonin shqetësimet që unë kisha tha, ose shqetësimet e babait që të na tregonte, dhe dal nga dal ne kuptonim që ky raport ishte raporti komunikimit me dashuri nëpërmjet pjatës së supës, avujve të pjatës së supës, për të kuptuar që rrënjët e tua janë prikërisht ke pjesa më e rëndësishme që quhet familja. Gjë që ne pothuajse kemi haruar, marrim ushqimin e fast foodit dhe ndërkohë harojmë që ndoshta ajo trana e gjyshes na krijon atë traditën e bukur apo ato petullat për të ndonjë pranë njëri tjetër dhe për të dëgjuar fëmijët për shqetësimet e botës së brendshme, jo për faktin që kemi vënë përpara një detyre që duhet marrësh këto rezultate sepse unë kënaq e time. Nora, ti ke kaluar rinin tënde në vitet kur nuk kishin këto ditë që janë sot. I kam kaluar rinin time, pra unë kam lindur në 64-ën, pra rinia ime i takon periudhës 70. Nga 64 deri në 84-ën, po themi, që është rinia pjekuria. Po, çfarë do merje nga ajo kohë dhe do ta sillje sot? Çfarë duhet marr nga ato që keni jetuar ju, që të jetojmë dhe ne sot? Në fakt, unë dua, se më ngacmove, dua të lexoj diçka që më shkroi Nusja e Dajës e imja, në fakt për mua nuk ka qenë Nusja e Dajës, po ka qenë edhe një nga mentoret e mia më të mira. Dhe para 2 ditësh, ajo nuk jeton në Greqi, po ka qenë një nga profesore shumë e zonja. Ta përshëndesim Nora Seka. E përshëndesim Margarita Koçin, aktualisht tani kanë shkuar në Gjermani dhe janë atje. Dhe më thot, mbasi e urova për ditën e lindjes, ajo më shkruan. Pasi më thotë të lumë goja, faleminderit për mesazhin e tjerë, thot, ju përqafoj të gjithëve me radhë dhe më mungojnë shumë festat kur mblidheshim atëherë. Me qyfyre, me potere, me përshkujdesje që ndjenim në shpirt. Gëzimet që kalonim me njëri tjetrin, lodrat që bënim me njëri tjetrin, ju fëmijët e zhurmshëm dhe ne të rriturit që ndanim çdo moment dhe më kujtohet kur bëhej trahanaja dhe ti nuk e pëlqeje shumë atë mishin që bën tek kështu kërc dhe i hidhje gjithmonë dhe unë thoja ma hidh ke pjata ime se ka shije më shumë. Tani çdo gjë e ka zëvendësuar telefoni, i cili po na zhduka vash avash shqisën e të prekurit, që për mua është kryesorja që kemi humbur ndjesin, është si izolatorët që nuk lën të përshkohet rryma elektrike. Po na zhduk mornicat, ose kur thonim na u bë mishi kurkurit, si që thonim në gjuhën popullore. Ajo na mungon dhe rrit boshllëku në shpirt. Ç'të bëjmë? Shekulli i internetit dhe i alit. Po ne do të rezistojmë me ç'të mundemi me modelin ton. Të përqafojmë me mallë, se më pas ka zënë frymëzimi filozofik sot. E ka shumë të drejtë. E lexova këtë, e ndava, që është një gjë shumë personale, për të kuptuar që pikërisht në atë kohë me të gjithë problemin shumë të madh që ishte lufta e klasave, ku një pjesë e njerëzve vuanin sistemin, gjëja e mirë që ishte që ne ishim bio në të gjitha gjërat. Bio, nuk flas për kohën e krizës e tollonit pastaj, flas për atë periudhë që unë kam lindur në 64 dhe deri në 70 kur unë isha fëmijë, festat tona ishin një gëzim. Dhe nuk i bënim, kur mblidheshim, vetëm ke shtëpia jonë, po i bënim ke stërgjyshja. Pra mund të mblidheshim 26 veta dhe unë nuk e di ku gjyshet tona arinin të gjenin për të gatuar, për të mbledhur të gjithë bashkë, dhe fundi ishte kur shtriheshim, se s'kisha më shtretër, dhe shtriheshim të gjithë poshtë në tokë, të mbuluar dhe gëzimi ose gazi, ose kur të përgatisnin që vajzat ishin ato gocat që rriteshin pak më përpara, se ishim të gjithë nipër dhe mbesat në një moshë, kur mendonin që do fejoj njëra, kur tjetrës i kishin dalë puçrat e para në fytyrë, kur tjetrës i kishte ardhur cikli, ose kur djem po burëroheshin, ishin tema që bëheshin me shumë elegancë në familje. Nuk të fyenin, po të mundonin të mbronin duke të treguar
me shumë kujdes, se ishin ca gjëra që ishin tabu, duke t'i thënë me elegancë avash se çfarë mund ndodhte si histori. Pra, ne kemi jetuar me brezin e njerëzve që na kanë rrëfyer histori. Ne kemi jetuar me brezin e njerëzve që kemi jetuar dhe me stërgjyshërit. Kemi jetuar me gjyshërit dhe prindërit asnjëherë nuk kanë folur keq për gjyshërit. Asnjëherë nuk i kanë bërë fajtor prindërit e tyre dhe kur kanë pasur mos pëlqime, sepse vetë të mohosh prindin nuk do të thotë ta mohosh si mohim, është dialektike. Pra vjen babai, djali, pastaj babaja lë vendin djalit, djali u t'ja lëri vajzës, apo djalit të tij. Dhe kam lexuar para se të vija këtu një material që më ka bërë jashtëzakonisht përshtypje i Richard Gere-it. Richard Gere ka qenë një nga figurat më të mëdha të Hollywoodit. Në moshën 60 vjeçare ai u bë baba. U bë baba me një vajzë dhe që nga i moment ai vendosi të tërhiqet nga Hollywoodi, pra ishte yll në star, dhe tha unë nuk do ta vazhdoj më. Të gjithë u habitën dhe thanë çfarë po ndodh, sepse kishte arsye. Unë tha ai nuk dua të vazhdoj më, e tha këtë gjë sepse unë tani jam bërë baba dhe filloi të përkushtoj vajzës, ose më saktë, ndau të gjitha emocionet, dhe këto i tregon e bia e tij sot, që thotë që kur babai im ka vdekur në moshën 80 vjeçare, unë isha vetëm 20 vjeç. Por gjatë kohës, sepse u bë baba i vjetër në moshë, i la një pasuri, po për te pasurisë tha gjëja më e jashtëzakonshme që më ka lënë është se ai nuk u nda që nga dita 1 që un kam lindur deri në 20 vitet e jetës time, ai më kujdesej me mua, ai vinte ke shkolla, bisedonte me mësuesit, ai nuk bisedonte për notën me mësuesit, po bisedonte si të ishte pjesë e mirëritjes sime, ai njifte të gjithë të afërmit, shokët, miqtë e mi, ai përjetonte shqetësimet dhe gëzimet e mia, ai ishte miku im më i ngushtë dhe ai bëri rolin e babait në mënyrën më të jashtëzakonshme. Pra, mbasi mbylli karrierën e tij të jashtëzakonshme dhe ku ai mund të shkëlqente pafund dhe për 20 vite, ai vendosi si një bur i mençur të shijoj këtë cikël jetësor që unë mendoj që kryevepra e njerëzimit është pikërisht familja dhe fëmijët, sepse është unike, nuk ka fotokopje. Dhe e dyta, ne kemi ardhur në këtë botë për ta shijuar këtë kryevepër. Nëse ne vrapojmë të bëjmë karrierën tonë, po nga ana tjetër, vrapojmë të sillim dhe fëmijët, po nga ana tjetër ne lodhemi me fëmijët. Unë dëgjoj nëna që bëjnë gjithkohon uf, ose baballar, ta s'knaqen kur, ose edhe kur luajnë për të kënaqur vetë, jo për të kënaqur fëmijët, sepse i mungon loja. Ose në kohën që ata rinë, janë të gjithë këtu ke telefoni me celular, atëherë ti kupton që mungon supa e buskaljas, mungon festa që ta bën mishin puçkuriza, mungon le ta kesh veshjen e fëmijës firmato, nuk është statusi ky që jep fëmijës, mungon raporti emocional, mungon buka e përditshme shpirtërore, jo e stomakut. Se nëse stomaku ha 3 herë në ditë, apo 6 herë në ditë, apo 1 herë në ditë, varet simbas asaj që duhet të mbaj njerëzit, shpirti minimalisht për ditë duhet ushqyer. Dhe ushqimi shpirtëror është për kujdesi familjes, për kujdesi shoqërisë, diskutimi që bën me të rriturit, debati suksesshëm, menaxhimi i emocioneve që neve jemi populli më dramatik në menaxhimin e emocioneve dhe unë e quaj analfabet funksional në menaxhimin e emocioneve tona, dhe ajo që është shumë e rëndësishmja, leximi apo rrëfimi i rrëfenjave për fëmijët më të vegjël, apo këndimi me nënat dhe me baballarët, po sidomos me nënat, për t'i mësuar fëmijëve këngë të këndojnë, për t'i fëmuar, për të kërcyer brenda në shtëpi, s'ka nevojë ti çosh ke kursi dancit që të krahasohen me të tjerët, apo elementi më negativ që është krahasimi me tjetrin, për t'i thënë që shiko se ai është më i Zoti se ty, ndërkohë që kur një fëmijë shpreh shqetësim, ne nuk e shohim ku është fundorja, pse e ka këtë shqetësim? E ka se kupton, e ka se ka nevojë për të mbështetur, apo e ka se ka diçka që nuk më ka treguar dhe patjetër i duhet dikushi që të shkojë ke dhoma e rrëfimit për të rrëfyer, jo për ta ndëshkuar, po për ta ndihmuar. Nora, kisha para disa kohësh një djalë ishte në vit të 2 gjimnaz me një mesatare 9 piksa, ishte shumë djalë i mirë dhe nuk e kishte kompleks që të dilte në media dhe të fliste, e kisha këtu në podcast. Dhe më thashëm, po si është adoleshenca sot? Është të merë, është brutale.
Po pse i thash? Prindrit tha në shtëpi, nuk i pyesin fëmijët që si ja kalove sot. Domethënë kjo është gjëja minimale që mund të bëjmë ne. Tani ti nuk i kursen këshillat edhe shumë faleminderit për këtë. Më thuaj disa këshilla. Çfarë duhet bëjmë prindrit që kur të shohin këtë podcastin ton, të fillojnë dhe të ndryshojnë raport me fëmijët e tyre? Përpara se t'ju jap këshilla, unë do t'i ftoja, meqense ne po e bëjmë këtë podcast, për të na sjellë gjithë shqetësimet që kanë në adresën tuaj, që ju mund ta jepni në fund, Po. në mënyrë që ne të dyja bashkë t'i ndihmojmë në podcastet e tjera të radhës për t'ju krijuar Patjetër. mundësinë e disa rrugëve dhe ata janë përzgjedhjen pasaj ata bëjmë vetë. Ajo që mua më ka tronditur fort ka qenë filmi që kam parë përpara 6 muajve adoleshenca, Po. që u dha në mediat italiane dhe që pikërisht na tregoi se çfarë formati kanë sot adoleshentët me raportin e formatit të adoleshentëve të tjerë. Gjithsesi duhet thënë një gjë që edhe psikologët e thonë dhe ne këshilluesit pra që merrem me terapinë pozitive, e këshillojmë dhe themi, mosha e adoleshencës quhet mosha në thonjza e trimërisë. Domethënë është cikli moshor që ata duan të provojnë ca sfida dhe sfidat mund të jenë të forta, mund të jenë nga sfidat më të lehta deri ke sfidat ekstrem, aq sa mund të ndodhin dhe varësira siç janë drogat dhe problemet e tjera, që sot janë shumë prezent. Janë aq prezent sa që fëmijët në klasën e 6 përdorin ca shishe, ca modele, ca kështu, dhe ju duket sikur janë cool nëse nuk e përdorin, sepse është trendi i kohës. Pra, është kthyer moda i ka kapur përfyti para adoleshentët dhe po i vendos përpara një sfide, o do bëhesh i tillë që ti jesh trendi ose ty do të paragjykojnë që ti, sepse ti nuk je i kohës. Nga ana tjetër, prindrit janë në një moshë që rriten me fëmijët dhe është kulmi i karrierës së tyre, janë duke vrapuar për të bërë para. Janë duke vrapuar për të jetuar, po duan ta jetojnë dhe jetën e tyre. Pra, kanë dhe vëmendjen e tyre. Pra, merren me sport. Shumë bukur. Po fëmijët merren me sport? Pra, në momentin që ti shkon në palestër dhe merresh ti me sport, çoj fëmijën tënd në një sport. E para. E dyta, merren me estetik. Shumë bukur. Po fëmia jote, a merret me estetik në shpirtit jo të pamjes, sepse të pamjes deri në 18 vjeç duhet jetë aqua e sapone. Pra, ujë dhe sapun. Edhe djemt, edhe vajzat. Pra, si që bën jetën tënde paralele, duhet ta kujtosh sepse të dashur prindër të rinj. Ju e keni kaluar adoleshencën dhe ju mbani mend shumë mirë në vitet tuaj, në kujtimet e fëmijërisë, gjithçka, gjërat që ju kanë pëlqyer dhe gjërat që s'u kanë pëlqyer. Tani keni vënë spaletat e prindit. Spaleta e prindit është një spalet shumë e rëndë. Është një spalet që investohet gjatë gjithë jetës tënde dhe kjo quhet spaleta që ti nuk e heq dot, edhe sikur nesër fëmia jote jetë kryeministër, të jetë president, përpara teje është fëmijë. Dhe në një mënyrë apo në një tjetër, bashkë me spaletat e prindit ty të hypin frikrat prindërore, që të udhërofejnë gjatë gjithë jetës, se kur je i fortë, edhe fizikisht dhe në aspektin monetar, ke aftësinë për ta injektuar, ndoshta edhe me forcë ke fëmia këtë gjë. Po ka prindër të cilët nuk i kanë dot këtë status, nuk kanë as forcën fizike, as forcën monetare. Atëherë kalojnë në agresivitet se nuk e menaxhojnë dot pa aftësinë e tyre që nuk është për fajin e tyre ndoshta, dhe të gjithë problematikat i shfaqen ke fëmijët, ose në raportet kur kemi dramat midis çiftit, që janë dramat e egra, baza ose ajo pjesa kryesore ku kthehet në shiun e mundimeve dhe në të gjithë agresivitetin kthehen fëmijët tuaj dhe ju nuk e kuptoni që fëmia është mbrapa derës dhe dëgjon çdo zë tuaj, shikon çdo grimas të fytyrës tuaj dhe regjistron dhe madje është gati të vetë sakrifikohet që vetëm ju të jeni të lumtur. Dhe kjo është një nga trishtimet më të mëdha, sepse fëmia nuk është më fëmia juaj, po kthehet prindi juaj fëmijë për t'ju bërë juve terapi. E dyta, duhet kuptoni që fëmijët kur qajnë, edhe në qoftë se mendoni që po ju mashtrojnë, kanë një arsye edhe kur ju mashtrojnë, që do të thonë kanë frikra ke ju. Atëherë ju nuk keni ndërtuar një marrëdhënie të shëndetshme me fëmijën.
ju keni ndërtuar një marrëdhënie në bazë të frikës, siç e ndërton këtë marrëdhënie një shef me një në punës. Që ai nuk e vlerëson për vlerën e punës që ka, po i ka vendosur siparin e frikës nëpërmjet pagës që ja merr, dhe këtë punonjësin me mëditje, sklavin modern, që ja shfrytëzon mendjen, i shfrytëzon dhe shpirtin. Ditën që ju e keni sjell fëmijën në jetë, mos harroni që fëmia juaj është fëmia juaj, po i dhej botës kur rritet. Dhe nuk është mekanizmi juaj, po shpirti tuaj që djeg fort, se populli nuk thot kot. Atë që ta bën fëmia nuk ta bën as Perëndia, që do të thot, nëse ti do duash t'i japësh fëmijës gjithçka, duhet t'ia japësh me mas. Populli thot, gjella me krip dhe kripa me mas. Çdo gjë me mas kthehet në vlerë. Çdo gjë pa mas kthehet në antivlerë. Edhe dashuria e madhe, edhe urrejtja e madhe. Ju duhet të kuptoni që prindërimi është akti më vetmohues i qenies njerëzore, që kalon përtej vetes. Ti nuk je vetja kur je prind. Ti je mbi vetja jote. Ti je nëna dhe babai jot që e ke trashëguar si prindërim. Ti je ardhmja që nesër do të trashëgoj fëmijët e tu si prindërim ke ty, dhe ti je vetja jote. Ndaj mos e bëj fëmijën tënd krahasues me tjetrin. Mos e bëj fëmijën tënd të jetë debol me tjetrin. Jepi mundësinë që ai të ketë vetë vlerësim të jetës së tij. Krijoj dialogun. Mos i përdor tonin e zërit të lartë, sepse vibrimi negativ krijon në psikikën janë disa çdo gjë është rrym, edhe zëri është rrym. Është shumë e rëndësishme si e përdor zërin. E keni vënë kur doni të flini në darkë, nuk doni të dëgjoni emisione talk show që bërtasin dhe ulërasin. Do të vësh një muzikë në sfond që brenda ka gurgullimën e shiut apo ka valët e Vivaldit, e cila në atë vibrimin e saj të krijon mundësinë e mendimit pozitiv. Se nuk duhet të harroni edhe një fakt tjetër të dashur prindër, që fjala e rëndë ke fëmia ekziston dhe qëndron në subkonsciencën dhe nuk harohet kur. Aq gjatë është fjala e keqes, as nga studimet psikologjike është parë që kur ti i thua një njeriu një fjalë të keqe, në tru ajo qëndron mbi 2 vite e gjysëm e çimentuar. Kur ti i thua një fjalë të mirë, qëndron vetëm gjysëm minuti. Dhe e parë në këtë raport, shikoni se sa shumë fjalë të mira duhen që të çimentohet siguria dhe garancia. Kurse fjalët e këqija, sjelljet e këqija, fëmia nuk t'i haron kur. Është shumë e rëndësishme të ndani rolet, se zakonisht e bëni këtë. Njëri bëhet avokat i mirë dhe tjetri avokat i keq. Por dhe kjo nuk është vlerë, duhet me mas. Sidomos tek nënat, është më mirë që nënat të jenë avokati fort, sepse fëmia e fal nënën. Është lidhje biologjike. Kurse ke babai shikon modelin se nëna është njeriu që të udhërëfen shijet, të bukurën, të shëmtuarën, tragjiken, komiken, lotin, gëzimin. Gjithçka ajo e jep me një fjalë, kur hapet dera dhe thuhet, "Ku është mami?" Dhe mami është ajo që populli ka thënë, kur vjen ke zonja e shtëpisë, mi lër këto petulla dhe mi ngri ato vetulla, që do të thotë, ka rëndësi mirësia që nënat duhet të përdorin. Pra kur hapet dera dhe hyn fëmia, ti sikur të jesh në hallin tënd më të madh, vër buzëqeshjen në buzë, bëj sy të qeshen dhe thuaj, "Ua shpirti mamit, erdhe?" Edhe kur fëmia të jetë i mërzitur. Ndërkohë babai duhet të jetë ai modeli, por mbas shpirtit të mamit, ti mami nuk duhet të harosh që të japësh ca rregulla. Rregulla se si të qëndroj në tavolinë, rregulla se si të haj, po ju duke i dhënë leksione, si po them unë tani, po duke i bërë konkrete, duke e bërë pjesë fëmijën, hajtë të bëjmë bashkë. Kurse babai është ai që të jep mbështetje dhe jo më kot thonë që kur të hikën nëna, që nuk e urojmë, fëmia mbetet jetim. Kurse kur ikën babai, fëmia mbetet fukara. Që do të thotë, babai është ajo mali mbrapa ku ti mbështet supin dhe ndjen siguri dhe garanci, si për djalin dhe për vajzën.
Po në adoleshencë konfliktet janë me të njëjtin seks. Mamaja është ajo që nuk pëlqehet nga vajza, ai pëlqehet shumë, po e ka kontraditën, sepse po rritet, sepse po shkëputet nga modeli i mamit, do të bëhet modeli i identitetit të saj, dhe djali është ai që nuk pëlqehet nga babi, se ky s'merr vesh, sa mbrapa është ky, se dhe ai do të shkëputet. Tani si do t'i ndihmojmë? Duke koordinuar, ju do bëni një tango të dashur prindër. Nuk do mërziteni dhe nuk do t'ja ngrini zërin njëri tjetrit në adoleshencën e fëmijëve, se është krimi më i madh që bëni. Dhe për disa gjëra që janë parimore, ju në atë moment nuk do të toleroni asnjëri, po do keni një emërues të përbashkët. Kështu e ndihmoni fëmijën që ai të mos hallakate, të mos shqyet, po ta ketë qartë rrugtimin ku do shkoj. Nora, ti je fantastike. Edhe unë nuk gaboj asnjëherë kur të pyes. Sepse di shumë mirë që çdo fjalë që thua të buron nga shpirti për ta parë mirë tjetrin. Po, sepse një nga gjërat më të mira që kam mësuar këtë terapia pozitive ka qenë për të luftuar ato që quhen psikovampirët. E di kush janë psikovampirët? Çfarë këta? Në jetën tonë kemi shumë psikovampirë, kemi ata njerëz të cilët kanë energji negative dhe na japin, dhe në energji negative futen. Njerëzit janë kështu smiraxhin. Pa. Njerëz që nuk na japin besim, njerëz që na bulizojnë, njerëz që na futin në ngatres, njerëz që na kërkojnë që thonë, hajde në emër të grupit, shkojmë të bëjmë një aksion, po në fakt nuk e kanë për këtë gjë. E kanë për të përfituar vetë. Pra njerëz që na marrin energjinë pozitive dhe na lënë energji negative. Profesor Hamid Begja thoshte dikur që edhe ëngjëlli, edhe djalli janë brenda të gjalli, që do të thotë. Unë e kam shpjeguar kështu, jam shpjegoj studentëve të mi, atë që quhet shpirti i njeriut. Shpirti i njeriut është si puna e kullesës së makaronave, që është me vrima. Është me vrima sepse ka edhe anën pozitive dhe anën negative, që duhet të derdhi mendimet e këqija dhe të mbaj mendimet e mira. Puna është kush do t'i zëri vrimat, do t'i zënë mendimet e këqija apo mendimet e mira. Nëse ne do arrim që ta mbushim kullesën me mendimet e mira, nuk ka vend për mendimet e këqija. Sepse valvula e të keqes nuk mbizotëron, po do thuash me të drejtë, po zyshnora atëherë ne bëhemi naiv. Jo, bëhemi empatik. Empatik do të thotë, dhe empatia duhet jetë që nga niveli presidentit të Republikës deri ke niveli i punonjësit të policisë dhe deri ke niveli pastruesit që na bën punën e gjelbërt në familje, që do të thotë të hysh ke lëkura e të tjetrit. Empati do të thotë që kur ti dikë e shikon që nuk e ke shkëlqejnë syt, duhet të jesh i kujdesshëm, ti afrohesh avash, ti vësh dorën në supë dhe ti thuash, ç'a të shqetëson? Nëse të hapet, ndihmoje, nëse nuk të hapet, mos e ngarko. Dhe kjo është vlera që duhet ta bëj çdo institucion. Pra kur ti vjen në mëngjes, e ke vënë që jo të gjithë punonjësit kanë produktivim dhe motivim. Dhe shpesh herë, për shembull, në fasoneritë e mëdha apo në bizneset e mëdha, pse nuk ecën puna? Sepse njerëzit bëjnë të njëjtën punë dhe janë si lopët ripërtypse. Sepse kanë përballë të njëjtin kolege, kur normalisht ka nevojë të ndroj hartën e komunikimit. Ka të njëjtën punë, qep të njëjtën qafë të kpucës, ndërkohë duhet të procesoj një proces tjetër, që ta vëri punën në emocion. Krijon të njëjtin raport dhe ndoshta një natë më përpara fëmia ka qenë i smur dhe ka nevojë që të iki, po ti nuk jep dot. Atëherë duhet patjetër të kesh një staf rezervë dhe të kesh brenda stafit një punonjëse terapie që ta ndihmojë. Dhe kjo nuk është cost-stop për biznesin, po është një fitim i jashtëzakonshëm. Ditën që biznesi do ta kuptoj këtë gjë, unë ta garantoj që njerëzit do shkojnë me kënaqësi në punë. Sot njerëzit shkojnë me trishtim se paga që marrin me punën që bëjnë është asgjë, dhe vjen një moment që në konsumin që merret paga pas 15 ditëve, 15 ditë të tjera rimpresin, ndërrojnë sa të vi paga tjetër, stresi është aq i madh
sa që lufta fillon brenda njëra tjetrës dhe pastaj në mjediset ku ka shumë gra është shumë e vështirë për tu menaxhuar. Jo për shtypjen ore se asnjë nuk flet për punën në fasoneri. Edhe aty ka drama shumë të mëdha. Sepse po ta hapim ne këto tema, unë ta garantoj ty që kursi do të jenë aq të mëdhenj dhe që biznesi do të na falenderojë dhe do të thonë, hajde na bëni nga një këshillim një herë në muaj, sepse do të ketë një nevojë të jashtëzakonshme për të qetësuar shpirtrat e njerëzve. Unë kam provuar këtë gjë kur kam shkuar në 1-2 fasoneri dhe kam marrë bekimet më të mëdha të atyre njerëzve, pasi kam kuptuar që fatet e jetës varen në duart e disa njerëzve. Por nuk është stomaku fati i jetës e njeriu. Është shpirti. Njerëzit kur e kanë mbushur shpirtin nuk duan të hanë shumë. Njerëzit kur janë të stresuar hanë shumë, se i kanë shpirtin bosh. Prandaj është shumë e rëndësishme të mbushet shpirti. Dhe shpirti duhet ta mbushësh sipas grup moshave dhe sipas interesave dhe sipas formimeve që ka. Ne kemi jetë të vakët sociale. Për shembull, nëse larg qoftë një gruaj apo një burri, i vdes burri në moshën 50 vjeç apo 60 vjeç, jeta e saj mbyllet. Nuk ka një vend ku të gëzoj. Nuk ka një mjedis ku të mësoj të kërcej. Nuk ka mjedis ku të marri të bëj një hobi, po njeriu duhet të ketë një hobi në jetë. Pra, nëse unë hobim kam të shkruaj, të lexoj, ose hobin tim e kam të bie pianos, se dua këtë gjë. O seriozisht të bie pianos. Dhe është terapia më e mirë. S'kemi piano këtu, kanë qenë shumë emisione që unë kam dalë, kam nxjerrë edhe këtë shtëpi se kam pas bërë shkollë muzike, dhe prandaj këshilloj prindrit që në moshën e fëmijërisë fëmijëve t'ju japin një vegël muzikore, se nuk e merr me mend se sa të dashur bëhen në shoqëri, se sa të mirë bëhen. Dhe vegla muzikore mos harroni një gjë. Çdo qenie njerëzore i mpreh mendjen dhe i lëmon shpirtin. Dhe ja bën shpirtin të lulëzoj që dhe në ditën e keqe të gjej një zemër mirë për ta vënë kokën dhe për të mbështetur. Nora, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij podcasti. Nuk e di se sa mund të zgjaste ky podcast, po dhe një pyetje të fundit do ta bëjmë. E para, sa me fat janë studentët që ti jep mësim dhe mbesa jote që ti rri aq afër? Në fakt të falenderoj që më bëre këtë pyetje, sepse unë i dua shumë, po i dua pafund studentët e mi. Ne në Universitetin Mbështetrar të Shqipërisë kemi një klim fantastike. Është viti i parë që nxorëm si vjet mësuesit e shkollës para sistemit parashkollor dhe arsimit fillor, të sistemit bachelor. Po ditë të them që unë s'kam pasur kurrë nevojë në gjithë këto vitet e mia, pra gjatë gjithë kohës që mbas 2004-s, nga 2004 deri tani që kam dhënë mësim në universitet, si e jashtme dhe pastaj si e brendshme, ke mezetari, që unë të kem patur nevojë të marr mungesa se auditorin e kam absolutisht plot. Ti do thuash, Onora, po pse plot? E para, ja plot shumë të bukura. S'kam dyshim fare. Po e dyta, i bëj studentët e mi të ndjehen kolegët e mi, sepse ata janë kolegët e të ardhmes, se shumë e lehtë ta bësh një njeri që nuk di që është i paditur. Po shumë e bukur, atë që do të di dhe të mësoj më shumë, ta udhërofesh dhe ti thuash, hajde ta bëjmë bashkë këtë rrugë. Dhe në sfidat e udhërofimit, ata janë jo vetëm të rysyevesh, po janë më të mirë se ty, sepse megjithë që profesori mban gjithmonë një as në mëngë për nxënësin kryeneç, unë nuk kam mbajtur asnjë as, se dua t'i bëj asa ata dhe ju kam thënë. Vetëm një merak kam për ju, që mos më kopjoni. Jeni më të mirë ju në originalitetin tuaj, se sa duke më kopjuar mua, se po të më kopjoni do bëheni një kopje shëmtuar e imja. Bëhuni vetja, dhe kjo është një nga thëniet më të fuqishme të Sokratit që thot njeri i vetvetja, është gjë më e vështirë, dhe bëhuni më të mirë se unë, sepse unë do të jem njeriu më i lumtur kur shikoj që them që këta janë studentët e mi, ose këta kanë qenë studentët e mi në këtë periudhë, se nuk ka ish student. Ata janë student, jo ish. Dhe këtë gjë e kam marrë me pash kur kam shkuar edhe deri në Amerikë dhe kam gjetur studentët e mi që sot janë mjek me emër atje, janë biznesmen me emër atje, dhe ti nuk e merr me mend
kur shkon atje dhe shikon që wow, sa e vogël që ka bota, se sa shumë pas ka investuar në këtë profesion misionar që është mësuesia. Kurse për sa i përket mbesës time, unë jam me fat që ajo erdhi në jetë dhe më ka dhënë shihen më të mrekullueshme kur unë isha vetëm 51 vjeç, të qenurit gjyshe, po gjyshe moderne, jo moderne në mod, gjyshe moderne në mosh, dhe ne të dyja rritemi bashkë dhe e di për çfarë më ka befasuar që në klasën e 3, në verë, një ditë ulëm të bënim një libër që pse kemi përfunduar, Pushimet e Soleit, dhe shkruan një tregim, dhe tregimja ishte akulloret bulizuese, akulloria bulizuese. Dhe ngjarja ishte me 3 fjali, po e them unë. Që teta Shitësia dëgjon që bëj një zhurmë shumë e madhe ke frigoriferi akulloreve. Dhe shikon që akulloria me bistake po zihej me Oreon, po zihej me ato me shijet e tjera karamele, ku diun që janë ato bombone, dhe i thoshte, shiko se ti nuk je më e mira, po ti nuk ke të drejtë na thuash ne që unë jam më e mira dhe ne të tjerat nuk jemi të mira. Po sepse ti i tha, nuk është se je ti më e mira, po e ka fajin teta Shitësia të ka vënë ty gjithmonë të parën dhe fëmijët kur vinë të zgjedhin ty. Teksa po dëgjonte teta Shitësia këtë gjë, Solia thot me fjalë shumë të thjeshta, dhe do të tanis që ta kesh për ta vërtetuar. Jo, unë besoj po e dua kështu ta lexoj fjalë për fjalë. Dhe teksa e shikon tek këtë gjë teta Shitësia tha, po mbase kanë të drejtë akulloret, dhe vendosi të ndryshonte radhën. Kur filloi të ndryshonte radhën, shitja llojeve të tjera filloi të bëhej me të njëjtën shpejtësi siç bëhej edhe me pistakion. Atëherë në fund teta Shitësia kuptoi që ne nuk duhet të përzgjedhim dikë dhe pa dashje bulizojmë dikë tjetër. Dhe në fund, si fëmijë mirë që është, kishte shkruar edhe motivi. Nuk duhet të bulizojmë njëri tjetrin. Zemër. Ajo që mua më pëlqeu ishte fakti. Thash, kush e di ç'a mendimi bulizues duhet këtë ndjer vajza ose parë që e detyroi të fantazonte dhe të shkruante me këtë qasje dhe unë e kuptova që ishte nga jeta e saj, copsa nga jeta e saj, sepse bëri dhe një tregim tjetër që ishte po prapë për një personazh, po të gjitha i ka me humor, nuk i ka kështu negativiste, ka një black humor ajo, ka një humor si të zi, se e merr veten e saj se është shumë kështu detajiste, është detajiste dhe ka një problem të dy, duke qenë shumë detajiste, asnjëherë nuk e kalon situatën, sepse nuk di të mashtroj, të zbukuroj, dhe unë i thash një ditë, nëna do të mësoj dhe një mekanizëm, që po ja u them dhe prindërve, nga një herë i thash duhet të zbukurosh, po të mos gënjesh, sepse nuk ka arsye që ti të dukesh sikur nuk di, po për një moment caktuar, një gjë që nuk e di mirë, mund të thuash shiko, unë nuk e di, po u mendoj. Po. Dhe kjo është formula që të nxjerr nga të gjitha situatat. Dhe po them dhe një me pull të kuqe. Më thotë që o nëna thotë, një shoku im i klasës, thotë dëgjova që po shante një tjetër dhe tha fjalën më utë. Më tha më po është e turpshme. Pse i thash unë është e turpshme? Po shumë e turpshme. Dëgjoj nëna i thash. Asnjë fjalë nuk është e turpshme. Çdo fjalë është ndërtuar për t'i shërbyer njeriu, do të thotë. E di çfarë është më utë i thash? Jo. Mbeturina ushqimore, trupore. Dhe u morën këto 3 fjalë, do me thënë këto 3 gërmat e para, dhe u krijua kjo akronimi. Thash që ne themi sa turp. Tani thash, ke dëshirë ta shash edhe ti dikë kështu. Thash unë të këshilloj jo, po nëse do që ti jesh elegante, thuaj ik more mbeturinë ushqimore trupore. Dhe ti do ta shohësh, i thash, në fakt se ke fyer, po e ke fyer më shumë, i thash, se sa ajo fjala që mund të thuhet që dëgjojnë të gjithë dhe që është e shumtuar. Dhe kështu i shpjegova që s'ka fjalë të shumtuar, po ka përdorim të shumtuar të fjalës që fjala bëhet e shumtuar. Prandaj unë them që Solia është me fat që e ka gjyshen kështu si Nora. Dhe të falenderoj shumë dhe do shpresoj dhe dëshiroj realisht që vetë audienca ta përzgjedhi Norën për të dhënë këshilla për episodet të tjera që do kemi në vazhdim. Shumë faleminderit. Faleminderit ty Jona dhe shumë mbarësi në gjithë të rrugtim të bukur të podcastit, që është një fat. E dëgjon për vete, e ndan me të tjerët,
e përpunon në veten tënde dhe po të duash ndiqje këshillën tonë, po të mos duash vazhdo jetën tënde, se në fund ditës secili nga ne është më i miri në llojin e tij. Shumë faleminderit.